Shqipëria në pushtim e krimit të organizuar, qeveria e Edi Ramës dhe iluzioni i pasaportës europiane. Të gjithë e dim fjalët e zbrazta, pasaporta europiane është afër, reforma po bëhen, Shqipëria po ecën drejt Europës. Por realiteti është një tragjedi e përsëritur, një qeveri e korruptuar, kriminele, që mashtron popullin duke i premtuar integrimin europian, ndërsa në të vërtetë sistemi vazhdon të jetë një makinë vjedhjesh dhe mosndëshkim. Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta dhe klika e tyre nuk janë thjesht politikan të paaftë, ata janë tradhtar të vendit, të akuzuar për korrupsion, shantazh, shpopullim të Shqipërisë dhe shkatërim të çdo shprese për një të ardhme të drejtë. Një iluzioni i pasaportës europiane, një mashtrim i përsëritur. Qeveria e Edi Ramës e ka bërë Europën një llaf për të mbuluar krimet e saj. Komisioni Evropian ka bërë të qartë se Shqipëria nuk i plotëson kushtet për hapjen e negociatave. Sistemi gjyqësor është i manipuluar, gjykata e lartë dhe prokuroria e përgjithshme janë vegla në duart e pushtetit. Korrupsioni në shkallë të lartë mbetet i pandëshkuar, nga vjedhjet e tenderave deri te skandalet e drogës, asnjë i rëndësishëm nuk është dënuar. Media e shtypur, opozita e përsekutuar, gazetarët dhe kritikët janë nën presion, ndërsa opozita përdoret si peng për të krijuar teatër demokratie. Pyetja është, ku janë reformat? Ku është lufta ndaj korrupsionit? Ku është ndëshkimi për ata që kanë shkuar në pushtet me premisa të rreme? Përgjigja, nuk ka asgjë. Pasaporta europiane është thjesht një mollë e varur para gojës së popullit për ta mbajtur të qetë ndërsa vjedhin pa ndalesë. 2. Krimet e qeverisë, korrupsioni, vjedhjet, shpopullimi. Kjo nuk është thjesht një qeveri e dobët, është një oligari kriminale që ka vjedhur miliarda nga buxheti, nga raste si incineratorët deri te projekte fantazm, shumë prej tyre financohen me para të BE-s. Shkatëruar ekonominë, rritja e varfërisë, emigrimi masiv dhe mungesa e investimeve të cilësishme janë rezultat i politikave të tyre. Shpërndar urrejtje dhe ndarje, në vend që të bashkojnë vendin, ata kanë përdorur urrejtjen politike për të mbetur në pushtet. Dhe më e keqja, pa prekshmëri. Edhe kur dëshmi të qarta dalin në sipërfaqe, si skandalet e drogës, audio-video regjistrimet e korrupsionit, asnjë nuk përgjigjet. Pse? Sepse sistemi është i ndërtuar për të mbrojtur mafien në pushtet. 3. A do vi pasaporta europiane? Jo në këtë rrugë. BE-ja nuk është aq naive. Ata e shohin qartë se nuk ka reforma të vërteta, të gjitha ndryshimet janë teatër për media. Demokracia është një farse, zgjedhjet janë të manipuluara, opozita është e shtypur. Krimi organizuar është në qeveri, nga trafiku i drogës deri te korrupsioni, Shqipëria vazhdon të jetë një shtet i dobët nga mafia. Prandaj, pasaporta europiane nuk do vi as për dekadën e ardhshme nëse vazhdon ky rrugëtim. 4. Çfarë duhet bërë? Drejtësi, jo fjalë të kota. Populli shqiptar nuk ka nevojë për më shumë premtime televizive, ka nevojë për një hetim ndërkombëtar për korrupsionin dhe krimet e qeverisë. Heqje e imunitetit për politikanët e korruptuar. Denoncim publik i të gjithë atyre që kanë shfrytëzuar pushtetin. Presion i BE-s për sankone konkrete, jo thjesht deklarata. Koha e fjalëve ka mbaruar. Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë lider që shpinën i kanë kthyer popullit, ka nevojë për revolucion drejtësie. Fundi i iluzionit, ose ndryshojmë, ose vazhdojmë të jetojmë në koloni të krimit. Është koha të kuptojmë, Europa nuk do na shpëtojë. Ne vetë duhet të bëjmë drejtësi. Nuk ka më kohë për pritje. Nuk ka më vend për të qenë të heshtur. Ose vrasim korrupsionin, ose korrupsioni do na vrasë ne.